shpjegimi im është ky, që elita e formsuar në demokraci, një pjesë së cilës erdhi dhe nga fund komunizmi, dhe u përfshi në proceset politike. Me kurajo. Por pjesa kryesore e asaj që ne shohim sot si elit politike, elit ekonomike, elit kulturore, elit muzikore, elit sportive, mediatike, pra gjithë e llojet e përshfaqjeve të elitës, është formsuar në këto 3 dekade e gjys në një mjedis me hiperkorrupsion, me hiperevazion dhe me hiperagresion. Dhe agresioni ka qenë individi kundër individit, individi kundër shtetit, shteti kundër individit. Në këtë mjedis nuk mund të formsohet elita të ndriçuara. Do të jenë të tilla, obskure, puthadore, pakurajo, interesaxhie, në shumicën e tyre. Natyrisht ka gjithmonë individ që e thyen këtë barrierë të mosveprimit. Por në shumicën e saj është e këtill, është e pashpresë. Ndaj këta kanë dalë dhe si gjenerat, dhe ndaj këta duhet po vendosin një barrierë me të shkuarën. Sepse këta e kuptojnë që, se prindrit e tyre janë në fakt, po këtu e kuptojnë dobësinë objektive të gjeneratës së mëparshme. Dhe kur them elita udhëheq popullin, apo jo? Patjetër. Okej, pra, njerëzit janë të gatshëm si shoqëri të lëvizin, por kanë nevojë për udhëheqje. Ne sot kemi një deficit të leadershipit për shkakun elitar, pra, të gjitha formave, për shkakun e mënyrës se si është formsuar. Dhe ndaj ne vëmre tash që kemi mangësi, nuk e kemi më atë që pam në vitet 90, por gjithsesi ne kemi goxha individ të relativisht moshe re, që spikasin dhe në profesionet e tyre dhe që po marrin role të reja udhëheqëse. Vetëm një sekondë. Ndaj unë në këtë revolucion që e quajnë këta për në këtë proces, unë po shoh formësimin e një klase të re udhëheqëse të vendit. Shkollë qytetarie dhe leadershipi. Një leadership i ri politik dhe jo vetëm politik, që mos ta quajmë leadership politik, se pastaj transmetohet si lëvizje politike që vetëm ato që dhima e protest nuk e ka. Jo në kuptimin e partisë. Por me beso diçka, mes atyre të rinjve që nuk janë profesor, që nuk quhen intelektual, por që kanë kurajo dhe duan Shqipërinë shumë fort, janë njerëz me shumë vlera se sa shumë nga ata që Raldi ka në parlament. Dhe për këtë është fatkeqësi shumë e madhe. Të ndërpres. T'ju tregoj pak se çfarë kemi në parlament. Kemi një insert, ta ndjekim pak se çfarë na përfaqëson në parlament. Është shumë e rëndë kjo, është shumë e rëndë. I pret fjalën deputetit është shumë e rëndë. A ka mundësi të vazhdosh rrugën se je shumë i rritur për të treguar koshën mu?